Dhuna vjen të mbetet një ndër fenomenet shqetësuese kudo në shoqërinë shqiptare dhe Shkodra nuk bën përjashtim. Në vitin 2025 janë referuar 27 raste ku meshkujt kanë ushtruar dhunë në forma të ndryshme ndaj familjarëve të tyre. Dhuna vjen të mbetet një nga problemet më shqetësuese në shoqërinë shqiptare. Vit pas viti vjet re një rritje rasteve të dhunës edhe në Shkodër. Psikologu Fatjon Taipi, pranëzyrës për djemë dhe burra bën të ditur se gjatë muajve të fundit janë referuar 27 raste të cilët kanë ushtruar dhunë. Fenomeni vjen në forma të ndryshme, që nga dhuna psikologjike deri tek ajo fizike mes familjarëve apo edhe partnerëve. Dhuna në familje vazhdon në qytetin e Shkodrës, po besoj në gjithë Shqipërinë vazhdon me ka një ndër problematiket kryesore që ka familja dhe shoqënia. Dhuna statistikisht vijet re që ka një rritje vit mas viti, sidomos nga denoncimet që bajnë vajzat edhe gratë, si në polici, por edhe në numrin e urdhnave të mbrojtjes që ato kërkojnë pranë gjykatave të rrethave. Ne si zyrë për djemë dhe burra për vitin 2025 kena 27 raste dhunuesësh të cilët janë referuar nga gjykata, Bashkia e Shkodrës, Bashkia e Malësisë Madhe, por edhe nga organizata të tjera partnere që na kena. Këto 27 raste janë të gjitha rastet të cilat ka një dhunë të provuar, pra që shoqërohet me një urdhër mbrojtje nga gjykata. Dhuna kryesisht fillon me format e dhunës psikologjike, dhunë ekonomike, por në rastet të cilat evidentohet është dhuna fizike. Pra asnjëherë një vajzë dhe një gru nuk shkon në hapat e parë të shfaqjes dhunës, por kur dhuna agravohet dhe kur kthehet në dhunë fizike, atëherë institucionet vinë në kontakt me dhunën. Pra gratë dhe vajzat kryesisht denoncojnë kur ka dhunë fizike dhe një lloj shtrëngimit ose presionit të vazhdueshëm dhe shumë të fortë nga ana e bashkëshortëve, bashkëjetuesve, ose edhe me rastet e fundit kena edhe ndërmjet partnerëve. Burimi me thelli i dhunës në familje është sistemi patriarkal, ku burri vendoset në rol dominues dhe kontrollues ndaj gruas, ndërsa faktorë të tjerë që çojnë një mashkull drejt dhunës janë probleme të vazhdueshme në marrëdhënie, probleme ekonomike apo edhe përdorimi i alkoolit. Kryesisht dhuna ka burimet e sistemi patriarkal, pra është sistemi i fuqisë që i ka dhënë patriarkalizmi edhe i pushtetit që i ka dhënë burrit, ku sa herë që ky pushtet vetë ndryshim ose kanoset prej fuqizimit gruas, prej kundërshtimeve që mund të ketë gruaja, atëherë burrat ushtrojnë pushtetin e vet përmes dhunës, për me rivendosur edhe një herë paqen gjithmonë sipas tyre. Por masanë ka edhe faktorë tjerë që janë lehtësues, siç mund të jenë përdorimi i alkoolit, problemet ekonomike, varësitë të ndryshme. Po këto janë lehtësues, asnjëherë nuk janë faktorë burimor, të cilët e çojnë një djalë, një burr për me ushtruar dhunë familje. Në Shkodër, si në shumë qytete të tjera të vendit, dhuna mbetet një realitet i hidhur për shumë familje, pavarësisht ndërhyrjeve nga institucionet. Rastet e dhunës vijojnë të shfaqen, duke treguar se rrënjët e këtij fenomeni janë ende të thella.